Paraqitja e dy artistëve, gjestit e Gimbos, duket se i ka dhënë fund zërave për një krisje në marrëdhënien e tyre. Prej disa javësh, mungesa e tyre në daljet publike kishte nxitur shumë spekulime mes fansave, të cilët mendonin se miqësia dhe bashkëpunimi mes tyre mund të kishte marrë fund. Megjithatë, dyshja ka zgjedhur të përgjigjet këtyre aludimeve në mënyrën më të thjeshtë. Përpara koncertit të fundit në Shëngjin, Gjesti publikoi në rrjetet sociale një fotografi së bashku me Gimbon. Në imazh, të dy shfaqen të buzëqeshur dhe në humor të mirë, duke lënë të kuptohet se raporti i tyre vazhdon të jetë i fortë. Kjo paraqitje ka qetësuar fansat dhe ka hedhur poshtë zërat për një konflikt mes tyre. Edhe pse asnjëri nuk ka reaguar drejt për drejt ndaj thashëthemeve, fotografia e publikuar është parë si një përgjigje e qartë për të gjithë ata që dyshonin në miqësinë e tyre. Mbetet për tu parë nëse, përveç rikthimit në skenë së bashku, Gjesti dhe Gimbo do të sjellin edhe projekte të reja muzikore në të ardhmen. Për momentin, duket se marrëdhënia mes tyre vazhdon të jetë po aq e fortë sa më parë.